populli jonë, anë e danë e ka dasht ligjerimin për fe. Familjet e tona janë familjet që janë rritë me fe dhe janë zhvillu me anë të fesë. Dhe feja është pjesë përbërëse e kulturës tonë, e fjalorit tonë, modestisë tonë, e humanizmit tonë. Andaj, ky popull është human, është i mirë, është i socializum, shoku i elementeve fetare. Njerëzit besoni që vujnë për një meraba, a thonë, disa vende. Vizitoj pasere Evropën, dhe me qëllim ju thamë, shifeni, ndalemi dikon, i flasë ndë një, Gjermanit, apo ndë një nacionalitetit tjetër, italian, apo anglisht zakonisht i flasë dhe qka, apo ja thamë në e laf, viget gut, sa me zbukurum, sa me ju në biset, knaqët të bisedu, pse ati s'ko kush i ban muhabet. S'ko kush i thot as mërdita, as mirë mbrama, as selam aleikum, as miropafshi. Shoqëri tona janë tilla që ky selam, ky islam i ka socializu deri në atë nivel sa që njerëzit e babe më çkit pushe pak se shumë muhabet, shumë kallaballa kështu me radhë.